تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal të na bëjë edhe neve prej tyre. Jemi me hadithet e agjerimit nga Sahihu i Buhariut dhe Muslimit. Tani do ta marrim hadithin e 5, tema ka të bëjë me vendimi fetar për atë që zgjohet gjunub. Aisha dhe Umu Seleme, Allah qoftë i kënaqur me to, tregojnë se ndodhte që të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ta zinte sabahu duke qenë gjunub, për shkak të kontaktit intim me gratë e tij, pastaj lahej dhe agjeronte. Kjo është hadithi i 5. Dobit që përfitohen prej këtij hadithi janë këto. Dobia e parë, vlefshmëria e agjerimit të gjunupit. Pra njeriu i cili është i papastër, edhe nëse nuk lahet, pra nuk merr gusull, veçse pas lindjes së agimit, pra pas syfyrit. Ibn Hubejra dhe më pas Neveviu e kanë përcjell konsenzusin e dietarëve për këtë çështje. Pra dikush është qu domethënë në syfyr, është qu gjunub. Qoftë nga kontakti intim bashkërtor, qoftë domethënë ka ejakulu në gjumë. Ky person, përderisa është me një gjendje të tillë, lejohet me shty larjen deri mas syfyrit, domethënë ku tin koha sabahut. Nuk prish kurfar puna. Gjunupllëku është ajo gjendje që obligon marrjen e guslit, larjen e tërësishme të trupit. Qoftë për shkak të ejakulimit, qoftë për shkak të kontaktit intim bashkëshortor. Me gjunupin krahasohet edhe gruaja e cila ka cikël menstrual. Gruaja e cila ka cikël menstrual, po ashtu edhe lehona. Në qoftë se para syfyrit, para agimit, ndodh që t'i ndërpritet gjaku gruas me lehoni, apo asaj e cila është me cikël menstrual, ato detyrohen, çka me bo? Detyrohen me agjëru nesrit. Edhe në qoftë se e vënojnë larjen deri mas syfyrit, ku tin koha e sabahut. Duhet domethënë me përshpejtu për mula që me zonë sabahun. Mirë po se i përket faktit që nuk është la, a me agjëru ajo, e ka obligim me agjëru. E ban jetin edhe agjëron. Pra i njëjtë është ai i cila është gjunub, ajo e cila është me hajz dhe ju ka ndërprer hajzi, po ashtu edhe ajo e cila ka qenë lehon dhe ju ka ndërprer gjaku i lehonis. Dobia tjetër është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zonë sabahu duke qenë gjunub për shkak të kontaktit intim me gratë e tij, e jo për shkak të ejakulimit në ëndër. Nga se një gjë e tillë nuk i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ka vazhdu pejgamberi alaihi salatu wasallam agjerimin dhe nuk i ka bë kaza këtë ditë. Dobia tjetër është se nuk është detyrim të nxitohet më njëherë me marr gusull. Tash njëri e shet gjendjen e tillë, nxiton me marr gusull, ndoshta met pas syfyr. Për këtë arsye është mirë me ditë meselet. Jo, e ka gjendjen e tillë, han syfyr, ka një kohë sabahut, lahet edhe domethënë e fal sabahun. Nëse është grua, mund të vënu pak se falet ndoshta në shtëpi, mirë po mashkulli duhet mu la ma shpejt që me fal namazin me xhamat në xhami. Në çështjet e dijes kthehemi tek ai që është më i ditur rreth tyre e jo tek ignorantët. Po ashtu lejohet të flitet hapur për çështjet për të cilat zakonisht njerëzit turprohen dhe i vjen marrë. Nga se në çështjet fetare, kur ka dobi, ban mi përmend edhe do çështjet kësaj natyre. Nga sa i cili ka turp, edhe ai i cili është mendje e madh, nuk kanë mundësi me përvetësu dituri fetare. Veprimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për neve besimtarët është çka është? Argument dhe provë që bazohemi në të për dispozitat fetare. Meqense Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu, atëherë edhe ne si besimtar e ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe veprojmë në një formë të tillë.
Hadithi 6 flet rreth temës vendimi fetar për atë person i cili ha dhe pi nga harresa. Ebu Huraira transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharib falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa." Ai cili është agjërueshëm dhe nga harresa han apo pin, le ta plotësoj agjërimin e tij, nga se Allah i ka dhënë me hangër edhe me pi. Kjo është hadithi 6. Dobi që i përfitojmë prej këtij hadithi. Ai që ha ose pi nga harresa, agjërimi i tij është i vlefshëm dhe nuk ka gjuna, sepse nuk e ka pasur për qëllim atë veprim, domethënë me vetdije apo qëllimshëm, mirë po e ka bën nga harresa, kështu që Allahu subhanahu taala të tillit i ka dhënë me hangër edhe me pi. Andaj i tilli e vazhdon agjërimin dhe nuk i ka për detyrim atë ditë ta vazhdoj e ta kompenzoj pasaj mas Ramazanit. Thjesht e vazhdon ditën dhe agjërimin e ka tamam. Fuqahat, dietarët e fikut, kanë bë analogji, kanë bë krahasim me këtë person i cili ha edhe pi, kanë bë krahasim me gjërat e tjera të cilat e prishin agjërimin. Pra nëse gjërat e tjera një agjërues i ban në ditët e Ramazanit, jashtë hajës edhe pijes që po cekën në hadith, atëherë agjërimin e ka në rregull. Ky gjykim ndaj agjëruesit i cili e ka bënë një gjë të tillë nga harresa, është një prej zbatimeve të rregullës fetare të cilën ne muslimanët e kemi në Kur'an. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. O Zoti ynë, mos na ndëshko nëse harrojmë apo gabojmë. Allah ka thënë në hadithin Qudsi, qad fa'alt, e kam bërë. Pra domethënë ju kam pranuar domethënë këtë lutje të cilën e keni bë. Pra ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nëse gabon apo harron diçka, Allah ja fal gjunat. Kjo është nga nësaj të mëshirës dhe butësisë e Allahut për robërit e tij. Agjërimi të tillit që ha apo pi nga harresa, le që nuk prishet, madje as nuk paksohet. Me thonë po kum hangër kum pi, pe vazhdoj agjërimin, po se kam taman. Përkundrazi taman e ki. Bile edhe ka ushqyer Allahu, të ka zgjedh për robërve të tij, ke hangër edhe ke pi. Një mesele që këtu nuk përmendet, po e kemi shpjeguar në ndokur para disa viteve, nëse dikush han apo pi në Ramazan, si duhet të veprojmë ne, të cilët jemi duke agjëru, kundrejt tina. Disa prej dietarëve thënë është obligim me ndalu, nga se është duke bë një veprim që e cënon shenjtërinë e Ramazanit. Atë bën një farë gjunall. Që kanë thënë jo, se është duke bë nga harresa, nuk ka të bë qëllimshëm. Kështu që kanë thënë e lajm le ta merrat dhuratën e Allahut. Edhe ky duhet të jetë mendimi më i saktë. Po nëse dikush han apo pin, le të han edhe le të pin, nga se Allah i ka dhënë me hangër edhe me pi. Veprimi i atij që harron nuk i atribuohet atij sheriatikisht, sepse ka ndodhur pa qëllim. Përgjegjësia lidhet vetëm kur diçka bëhet vullnetshëm dhe qëllimshëm. Po nëse dikush pëtazojmë është në gjumë, edhe ja që pezojmë prindrit e tij pin alkool, pa iri është që si jerëm, edhe pin një gotë alkool. A ka gjuna ky? Nuk ka gjuna, se nuk ka vetdije. Pra nuk i themi këti është pijanec, nga se nuk i ka bërë qëllimshëm. Po ashtu, këtu del në pa mëshira e Allahu subhanahu taala dhe falja e Allahu subhanahu taala ndaj atij i cili harron. Hadithi 7 është një hadith i gjatë. Vendimi fetar rreth kontaktit intim gjatë ditës në Ramazan. Ebu Huraira, Allah qoftë i kënaqur me të, transmeton:
teksa rrinim ulur tek profeti sallallahu alaihi wasallam, erdhi një burr dhe tha: "O i dërguari i Allahut, jam shkatëruar." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Çfarë ke?" Në një hadith tjetër, "Çfarë të shkatërroi?" Tha: kam pas kontaktin tim me gruan time, duke qenë agjërushëm." Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A mund ta gjesh një rob për ta liruar?" Ky ka thënë: "Jo." "A mund t'i agjërosh 2 muaj radhazi pa ndërprer?" I ka thënë: "Jo." Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A mund t'i ushqesh 60 të varfër?" Ky ka thënë: "Jo." Ka vazhdu ky person ka net për një kohë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e duke qenë në këtë gjendje, dikush ja ka sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një shport me hurma. E në atë rast ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ku është pyetësi?" Ky i tha: "Ja ku jam, o i dërguari i Allahut." I ka thënë: "Merre këtë dhe jep e lëmosh." Pra, shpaguje mëkatin të cilin e ke bë. Kefaret, shpagim. Ky i thot: "Ndonjë më të varfëri se unë, o i dërguari i Allahut, betohem në Allahun se në mes 2 shkëmbëve të Medinës nuk ka shtëpi më të varfër se sa familja ime." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qeshi saqë ju kanë duk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe mballët. Pastaj i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ushqeje familjen tënde me këto hurma." Dobit e këtij hadithi janë të shumta. Janë mbi gati 30 dobi. Inshallah do t'i përmendim një nga një. Kontakti intim bashkëshortor gjatë ditës në Ramazan është haram. Madje është prej atyre harameve që i ka përmendë edhe Allah në Kur'an. E ka përmend hajën, pijen edhe kontaktin intim. Nga kjo hadith del në pa vlera këtij njeriu. Pse? Ky njeri e ka bën një gabim, mirë po ja që ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka dosht shpagim, ka dosht përgjigje, çka me veprune me qenë se e ka bën një gabim të tillë. Dobia tjetër është mallësia e këtij gjunahu. Nga se ka pas kontaktin tim gjatë ditës në Ramazan. Kjo del në pa se ky person ka thonë: "Jam shkatëruar." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: "Çfarë të shkatërroi?" Pra vërtet ka bën një gjuna të rëndë. Ky person ka qenë pa informuar se me çka obligohet nëse e bën një mëkat të tillë. Mirë po mëkatin si mëkat e ka ditë. Mirë po se ka ditë çfarë rezulton nëse e bën një mëkat të tillë. Aleikum selam. Nëse dikush pendohet se ka pas kontaktin tim bashkëshortor gjatë ditës në Ramazan, kjo nuk ja largon kefaretin, shpagimin. Ke bot gjuna, je pendu, mirë po, vuj pasojat. Cilat janë pasojat? Atëherë, kush kryen kontakt intim bashkëshortor gjatë ditës në Ramazan, e ka detyrë këtë shpagim të rënd, që shpagim i rënd, kefaret, si pas rënditjes. E para, lirimi i një robi apo një robreshe. Pastaj dietarët kanë diskutuar me qenë rob dhe robresh besimtare apo jo. Nëse s'ka mundësi, atëherë mi agjëru 2 muaj radhazi. Veç në raste se ka ndonjë arsye, për shembull është i sëmur, nuk agjëron atë ditë dhe vazhdon për shembull ditën e 25, 26 e kështu me radhë. Nëse s'ka mundësi, atëherë i ushqen 60 të varfër. Mirë. Kjo ka të bëjë me ditët e Ramazanit. Mi po nëse dikush i kompenzon ditët e Ramazanit, ta zojmë tani në Shaban, apo në muajt e tjerë, është kompenzim i një obligimi. E ja që i tillë për shembull qëllimshëm ka kontaktin tim bashkëshortor, çfarë themi? Për këtë person obligohet çka? Me agjëru vetëm një ditë, se ka prish një ditë, edhe mu pendu tek Allahu. A obligohet që ky kefareti me këtë renditjen, lirimi i robit, agjërim i 2 muajve radhazi, edhe mi ushqy 60 të varfër? Jo. Pra kjo ka të bëjë me shenjtërinë e muajit Ramazan.
Shpagimi nuk bie në pamundësi që të realizohen këto të trija sipas renditjes. Për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi me dhënë sadaka shportën me hurma që ja sollën. S'ka mundësi kret me këtë renditje, aq sa ka mundësi, domethënë jep. Mirë, dikush don thot pja pare më mirë për 60 dvarfër, s'pja pushim, jo i themi, do të mi dhënë ushqim edhe jo pare. Gjithashtu përfitojmë se lejohet një personi cili dëshirojmë me ja shpague, domethënë këtë mëkat që e ka bo, lejohet me marr prej arkës shtetërore. Pse? Se këta ja sollën shportën me hurma Rasulullahut. Ai ka qenë arkë shtetërore sallallahu alaihi wasallam. Kështu që prej saj është shërbi domethënë ky person. Dobia tjetër është plotësimi i nevojave personale është më i rëndësishëm se sa shpagimi. Kështu që ky pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam për shpagim, ky i morri si sadak për veten e tij dhe familjen e vet nga se ishte shumë i varfër. Këtu del në pa po ashtu edhe fakti që feja islame është fe e lehtë. Nga se këtë person nuk e ka ngarku Allahu për të mundësive të cilat i ka. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e ngarkon askënd për të mundësive të cilat i ka. Fjalën që ka thonë ky person jam shkatëruar, dietarët e kanë marrë për kësaj që këtë veprim e ka bërë qëllimshëm. Domethënë nuk i ka bërë nga harresa apo diçka tjetër. Mirë. Mendimi më i saktë është se gruaja nëse ka vepruar me dëshirë një gjë të tillë me burrin e saj, atëherë edhe ajo obligohet njëjtë sikurse burri. Pra dhe kjo domethënë e pagun kefaretin me atë renditjen, po edhe burri i saj. Tjetra, nëse gruaja ka qenë e imponuar dhe e detyruar nga ana e burrit, domethënë dhunshëm e ka bën një veprim të tillë. Atëherë themi se për të nuk ka kompenzim dhe as kaza. Sipas një mendimi të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, që është përmend, është se barra prap i bjer burrit. Edhe për veti ka me bëj shpagimin, po edhe për gruan e tij të cilën e ka imponuar. Mirë. Tani domethënë ai që e ka prish agjërimin për shkak të kontaktit intim, pa agjeron 2 muaj. E çfarë ditë që e ka prish, a do të me kompenzu? A do të kompenzu ajo? Ditë agjerimi po. Pse? Se një ditë agjerimit e ka në shkalu, një do të me kompenzu. Pa i pi agjeron 60 ditë. Edhe një, 7-61. Pse ashtu? Një ditë agjerimi shka është e shenjë, do të më kompenzu. Mirë. Jepi adhurim që librin. Do më thonë, nëse dikush e ka prish ditën e agjerimit, e kompenzon, sipas mendimit më të saktë. Edhe pse në hadith nuk u cek. Mirë po kjo gjë dihet. Do më thonë, dihet të dietarët. E pse ka dietarë që kanë thonë që nuk e kompenzon ditën, mirë po mas sigurt është, do më thonë, edhe ditën me kompenzu, si kaza, edhe dënimin me vujt si shpagim për, do më thonë, me atë renditjen. Lejo që njeriu ta përshkruaj veten e vet si i varfër i madh. Qofse do më thonë është i sinqert në fjalët e cilat i thot, dhe nuk synon me këtë fjalë të jetë i pakënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Nga se ky person i ka treguar Rasulullahut që ka qenë i varfër, edhe një gjë të tillë ka miratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikujt i dominon mendimi për diçka, atë lejohet mu betu. Për shkak këtij ka marrë mendja, i ka dominu mendimi që është më i varfëri në atë pjesë. Ka thonë dërguar Allahut, pasha Allahun nuk ka më të varfër se sa na. Amo ky si ka këshir, faktikisht ke shtëpit. Mirë po ka xhiku me çka? Me ghalabatu dhon, me dominim të mendimit të tij. Dhe kjo gjë do më thonë na e mësoni edhe me Hoxhën Dardan në rregullat e fikut. Pra ne punojmë ose me bindje ose me dominim të mendimit.
jam i bindur që teshat si kam të papastërta, këtë në rregull. Po ma merr mendja që janë të pastërta, po ma merr mendja, atëherë edhe me ata punojna. Mirë. Nëse dikush është pendu për një mëkat që e ka bo, nuk ban më me çortu. Ka ardhi i pendu, mëse a përmen më gjënajnë. Elhamdulillah është pendu, pendimi i fshin mëkatet. Gjithashtu, lejohet dikush mu pendu, mu betu, edhe në qofë se le të lëviz, fisnik, le. Po le të lëviz, s'është problem. Lejohet dikush të betohet, edhe në qofë se nuk ja kërkojnë të tjertë mu betu. A i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtina mu betu që është ma i varfër, jo, vetë është betu pa i kërku të tjerët. Pra lejohet në herë me thonë, pasha Allahën kështu dhe ashtu, pa thonë dikush betohet në Allahën e ti mu betu. Dhe më thonë, këtë do bie nxjerrin prej këti hadithit. Gjithashtu, në këtë hadith e kuptojmë sjelljen, moralin, thjeshtësinë, modestinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një person i cili ka bëu gjuna, nuk e ka bëu kiamet. Para mënoj na kishte ardhur një person këtë gjendje. Na shtas vetë fasi kishim dhënë, po e kishim bëu hore, e kishim qitë Facebook e ku më diçka. Ja, ka bëu gjuna, e ka zësh dispozitën, edhe kryet. I bart pasojat e mëkatit edhe vazhdojnë. Këto e kuptojmë po ashtu edhe për kushtimin e sahabëve për të qëndruar në shoqëri me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse kanë dashur me përfitu për ti dituri dhe moral. Gjithashtu lejohet përdorimi i shprehjeve të tërthorta. Se na tash për shembull për kthena kam pas kontakt intim me gruan, që ka thonë. Mirë, po ky ka thonë një shprehje tjetër. Që do të thonë ju kanë rujt shprehjeve të turpshme. Kështu që do të thonë i kanë përdorur do shprehje të tjera, tërthorazi. Lejohet të qeshim nëse është diçka për mu kesh. Pse ka kesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? A e din dikush? Me i barë për shkapa? Tash ti mos u përgjigj, duhet të marrë edhe librin tjetër. A dhe dikush tjetër? A dasa? Ka kesh pëse është njësën për me kesh, e ka bo një gabit për me kesh. Bravo, Allah shpërblet, mashallah. A din dikush tjetër? Që nëse s'dini, a dasa ti ka me dhënë librin, a? Ka kesh se fillimisht do më thonë, ky ka kërku të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpëtim për veten. Mi bo zgjidhje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Plus pi ban zgjidhje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po jepat shportën me hurma, ky prap i thot me ma dhon mua se jo më ia dhon tjerëve se unë jam më i varfër. Kë ka bën me keq pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe ka keq sa që i ka ndok edhe mballa. Jusuf jepja atij djalit. Inshallah lexosh edhe mësosh përmendsh. Këta do të mësoj përmendsh sigurisht e mëson edhe Kur'anin. Mirë. Tani hadithi 8. Çe pa kliman? Ma flat, po hadithi 8, vendimi fetar për agjërimin gjatë udhëtimit. Domethënë tash do t'i marrim disa hadithe, gati janë si të njëjta, edhe ndoshta përsëritën dobit, po t'i ngulitim në kokë. Pra vendimi fetar për agjërimin gjatë udhëtimit. Sigurisht se gjatë Ramazanit kam na ndodh me udhëtu, apo tani çka me bona? A me majt Ramazan, a mos e majt? Tani do t'i përmendim domethënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha Allah qoftë i kënaqur me të tregon se Hamza ibn Amr Eslemiu e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për agjërimin në udhtim, nga se ishte person i cili ka agjëru shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, nëse do agjëro, e nëse do mos agjëro. Ky pe pyet se sipas transmetimeve tjera pe pyet për fars, jo për nafile, agjërim vullnetar. Pe pyet domethënë për Ramazan.
Mirë. Dobi që i përfitojnë prej këtij hadithi. Udhëtari ka të drejtë të agjëroj dhe ka të drejtë të mos agjëroj. Këtë gjë vërteton po ashtu hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku transmeton hadithi e Enesit ku thot ishim në udhëtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as agjëruesi nuk e çertonte mos agjëruesin dhe as mos agjëruesi nuk e çertonte agjëruesin. Mirë po, më e mira është ajo që është më e lehtë. Kush e ka më të lehtë dhe më të përshtatshme mos agjërimin, atëherë ajo është më e mirë për të. E kush e ka më të lehtë agjërimin, atëherë agjërimi është më i mirë për të. Aleikum selam. Nuk merret në konsiderat, me thonë, një farë lloj i udhëtimit i kësaj natyre apo i asaj natyre. Çka quhet udhëtim? Domethënë i merr dispozitat e udhëtimit. Qoftë me aeroplan, qoftë me bicikletë, qoftë me makinë, qoftë dikush ka udhëtuar dikun për ndonjë punë caktuar e kështu me radhë. A quhet udhëtim dhe i plotson kushtet e udhëtimit, qoftë 80 kilometra sipas shumicës së dietarëve, qoftë sipas mendimit tjetër që nëse dikush ka shumë në një vend caktuar e nin veten se është udhëtar, atëherë i merr këto lehtësime të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu prej dobive është se duhet mi pyet dietarët për çdo çështje që i paraqitet njeriu lidhur me lejushmërinë e veprave. Për atë që lejohet dhe për atë që është më e mira të veprohet. Gjithashtu del në pa kujdesi sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me përfitu dije dhe kuptim të thellë në fe që me adhuru Allah subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Agjërimi i Ramazanit gjatë udhëtimit pra është i vlefshëm për atë i cili dëshiron. Ai i cili e pyet hoxhën, duhet m'ia shpjegu pyetjen hoxhës ashtu siç është. Sakt, në mënyrë që hoxha më ia dhon përgjigjen e saktë. Jo mi bë hile, për shembull m'ia kallzu 80% pyetjen, 20% me mshef. E ndoshta që 20%-shi ja ndron pastaj fetfon. Kështu që pyetja do të më kon tamam e drejtë edhe e plot. Gjithashtu këtu del në pa se feja islame është fe e lehtë. Njeriu pra ka të drejtë me zgjedh, a don me agjëru, a nuk don me agjëru, kur është në udhtim ditëve të Ramazanit. Gjithashtu këtu kemi replik kundër përgjigje ndaj një grupi të devijuar që janë xhebrit. Ata kanë thonë që robi nuk ka vullnet të lirë. Robi është robot. Ne i themi jo. Robi është i lirë. Ka vullnet të lirë, mirë po vepron sipas asaj, domethënë dëshirës së Allahut dhe vullnetit të tij. Pra këta sahabët kanë mujtë me agjëru edhe mos me agjëru sipas vullnetit të tyre. Hadithi 9, tema vendimi fetar për agjërimin dhe mos agjërimin e Ramazanit gjatë udhëtimit. Enes ibn Maliku, pra hadithin që përmendëm edhe më herët, në dobi, tregon kur ishim në udhëtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as agjëruesi nuk e çortonte jo agjëruesin, e as jo agjëruesi nuk e çortonte agjëruesin. Dobit që përfitohen prej hadithit janë këto. Lejohet pra mos agjërimi dhe agjërimi kur jemi në udhëtim, sepse një veprim të tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka miratu të dy llojeve të sahabëve, ose më thonë edhe agjëruesve, edhe atyre të cilët nuk kanë agjëru. Gjithashtu këtu e marrim se miratimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-iqrar që quhet, është provë në fe që e përdorin për mizvatu urdhrat e fesë. Gjithashtu në këtë hadith ka kundërpërgjigje ndaj dhahirive. Dhahirive, ata të cilët i kanë marrë shumë bukfalisht tekstet fetare. Për shembull, kanë thënë se agjërimi gjatë udhëtimit nuk është i vlefshëm. Zvan më agjëru se stakun Allahu. Pse? Plus janë mbështetur në ajet kuranor. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nëse ndokush për jush është i sëmur ose është udhëtar, le të agjëroj aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera më pas. Duke u bazuar këtë ajet që e kanë keq kuptuar, kanë thonë që zban
udhëtari domethënë dhe i sëmuri nuk ban me agjeru. Që kanë domethënë gabim bazuar domethënë në hadithe dhe argumente të tjera. Gjithashtu kjo tregon se feja islame është fe e lehtë, pasi që udhëtari është vënë në të drejtë zgjedhjeje mes asaj që a don me agjeru apo nuk don me agjeru. Hadithi i 10, vendimi fetar për agjerimin gjatë udhëtimit. Abu Darda radiallahu anhu alayhi salam tregon, u nisëm në udhëtim me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një ditë të nxehtë të muajit Ramazan. Saqë ndonjëri nga ne detyrohej ta vendoste dorën mbi kokë nga të nxehtit e madh. Për mu mbrojt pi nxehtit të madh e kanë qitë edhe dorën. Askush prej nesh nuk ishte agjerueshëm pos profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kujt? Ebu Musa? As Ebu Bekri, as Ebu Musa. Ky ka qenë prej poetëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Rawaha. Pra, ma jemen. Abdullah ibn Rawaha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta të dy kanë agjeru gjatë Ramazanit, kanë qenë në udhëtim dhe ka qenë shumë nxehtë. Dobit që i përfitojnë prej hadithit. Pra lejohet e njëjta dobi që udhëtari të agjeroj apo të mos agjeroj, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dy palëve ja ka miratuar një gjë të tillë. Agjerimi gjatë udhëtimit është më i mirë për atë udhëtar të cilit nuk i shkakton dëm. Duke u bazuar domethënë në veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është dikush udhëtar, agjerimi nuk i shkakton dëm, agjeron. E para, e dyta, kjo është më shpejt me largu përgjithsinë, se pe kryen një ditë agjerimit edhe elhamdulillah kreva. E treta, e ka një motiv shtesë kur ta agjeron Ramazanin në Ramazan, se këtë njerëzit po agjerojnë, po agjeroj edhe une. Pra do më thonë, se përket këtij personi kjo është më e mirë. Gjithashtu këtu ka kundër përgjigje ndaj dhahirive, që e përmendëm edhe këtë dobi të hadithi kalum, që kanë thonë nuk ban me agjeru kur në udhëtim. E pejgamberi pas ka udhëtu dhe pas ka agjeru. A ka mundësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bëu diçka që s'lejohet? Jo. Mirë. Nëse dikush ruhet prej shkaqeve të dëmit, në këtë rast e kanë qitë dorë mos mi ra diellin krye. A tregon kjo se a e zbe mbështetjen tek Allahu? Jo. Lejohet ta mi marr sebepet që mos me dëmtu veten dhe kjo nuk e zbe mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala. Hadithi i 11. Vendimi fetar për agjerimin gjatë udhëtimit për atë i cili ka vështirësi. Cilat janë dispozitat fetare për dikant që don me agjeru gjatë udhëtimit dhe ka vështirësi. Xhabir ibn Abdullah tregon: në një udhëtim i dërguari i Allahut e ka pa një turm njerëzish duke i bërë hije një personi. Në atë rast ka thonë çka po ndodh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I kanë thonë është agjerueshëm për një person. Ka thonë lejse minel birri as-sawmu fi safar. Nuk është mirësi, nuk është devotshmëri të agjerohet gjatë udhëtimit. Në transmetimin e Muslimit qëndron: merreni lehtësimin e Allahut, të cilin Allahu ju ka dhënë juve. Për dobive që i përfitojmë nga ky hadith janë këto: udhëheqësi apo imami duhet mu kujdes për gjendjen e xhamatit, me ditë çka po bëhet, çka po zihet e kështu me radhë. Tjetra, agjerimi i udhëtarit, nëse i shkakton vështirësi, atë nuk konsiderohet devotshmëri. Jo udhëtar pe kish shumë vështirë, ja po duam me agjeru. Moran duke dëmtu agjerimi, ja po duam me agjeru. I themi, për ty domethënë nuk ka devotshmëri ti me agjeru. Mirë po, domethënë nëse nuk i shkakton dëm, atëherë në atë rast agjeron. A ka mundësi hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me radhën kundërshtim?
Këne po thot, nuk është devotshmëri, nuk është mirësi me agjeru në udhtim, këne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka agjeru në udhtim. Kush di mi bashku këto dy hadithe? Varet për person. Dikush mund me agjeru, dikush me vonë, di kështu. Po, Fatmir? Pra, do të me ditë si rregull. Ajetet kuranore nuk bin ndesh me njëra tjetrën. Ajetet kuranore dhe hadithet e sakta nuk bin ndesh me njëra tjetrën. Hadithet e sakta me zvete nuk bin ndesh me njëra tjetrën. Në këtë rast, ban me agjeru nëse nuk i vështirësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka agjeru dhe Abdullah ibn Rawaha. Nuk ban me agjeru nëse agjerimi gjatë udhëtimit të dëmton. Lejohet nëse shohim diçka gjëra të pazakonshme, lejohet mu mbledh aty me kështu çka po ndodh. E kanë po domethënë një turp njerëzish, ju mbledh te njani, a bën na me shku edhe na me vepru çështu për shembull, nesër mas nesër shohim që ka ndodhur diçka, ju mbledh disa njerëz, bën edhe na mu interesu me kështu çka po ndodh. Mirë po, në rast se ka njerëz të lëndum, atëherë duhet më alshu rrugën, për shembull ka emergjenca, zjarfiksa të diçka, duhet më alshu rrugën. Hadithi i 12 dhe i fundit për sonte. Vendimi fetar për mos agjerimin gjatë udhëtimit për shkak të ndonjë dobie. Vendimi fetar për mos agjerimin gjatë udhëtimit për shkak të ndonjë dobie. Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu tregon: kur ishim me profetin sallallahu alaihi wasallam në një udhëtim, dikush agjeronte e dikush jo. U ndalëm në një vend dhe ishte ditë shumë e nxehtë. Hijen më të mirë e kishte ai që kishte rrobë, ndërsa të tjerët i bënin hije vetes me duar. Agjëruesit ranë për tokë. Kurse jo agjëruesit u ngritën, i rregulluan tendat dhe u dhan ujë deveve. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: sot jo agjëruesit e morën shpërblimin. Sot jo agjëruesit e morën shpërblimin. Mirë, dobit e hadithit. Lejohet gjatë udhëtimit me agjeru apo mos me agjeru, se një gjë të tillë e ka miratu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërprerja e agjerimit gjatë udhëtimit është më e mirë se agjerimi kur në këtë rast ka dobi kalimtare që kalon tek të tjerët. Nga sa ai që agjeron e ka për veti. Mirë pa ai që peprish agjerimin e ka për nxehti. Pra, ai që peprish agjerimin këtë rast gjatë udhëtimit e ka prish se u dosh më kanë i fort, mi maru do tenda për hije, mi dhon ujë deveve e kështu me radhë. Pra në këtë rast, jo agjeruesi ja ka lënë kujt agjeruesit. Vlera e shërbimit ndaj shokëve gjatë udhëtimit. Ai e shok me dikan, do të më kanë vëlla musliman, shok i mirë, ka nevojë mi ndihmu diçka, mi dhon ushqim, mi shërby e kështu me radhë. Nga se kjo është prej fesë dhe burrërisë së njeriut. Këtë gjë na kanë paraprit me këtë gjë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe burrat e mirë të këtij umeti. Po ashtu këtu përfitojmë atë dobinë e kaluar që mi marr sebepet për mu mbrojt nga dëmi, nuk tregon se zbehet mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Mirë, kur interesat dhe dobit bin në kundërshtim me njëra tjetrën, kujt do të më dhon përparësi? Do të më dhon përparësi interesave kalimtare. Këtë rast është interes dhe dobi me agjeru për veti. Mirë po, interes dhe dobi është edhe me prish agjerimin. Dhe kjo prishja agjerimit po kalon tek dobia tek muslimanët e tjerë. Atë në këtë rast themi që prishja agjerimit ka dobi më të madhe se agjerimi. Gjithashtu prej dobive është se shpërblimi për veprat varet nga madhësia e dobive që i sjellin ato. Gjithashtu prej dobive është se sahabët ishin asket zahida dhe nuk i kanë pas lakmi dhe më thonë këtë botë dhe kanë duru ndaj vështirësive të cilat i kanë has në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu dobia e fundit është lejohet përmendja dhe rrëfimi i ngjarjeve të tilla si kjo e këtij hadithi për mi marrë muslimanët shembull, me marrë
shembuj prej tyre. Elusim Allahun dhul xhelal na jap dije të dobishme, na mundsoj të arrijmë muajin Ramazan, walhamdulillahi rabbil alamin.